Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E falendrojmë Allahun azza wa jall për begatitë e tij të panumërta. Për begative më të mëdha të Allahut azza wa jall është udhëzimi jon në fenë islame. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Ne në jetën tonë përditshme ballafaqohemi me njerëz të ndryshëm, ndërveprojmë me njerëz të ndryshëm, kemi punë me njerëz të ndryshëm, po edhe njeriu si qenie që nuk është individuale, po si qenie shoqërore, gjithmonë ka punë me njerëz, qoftë edhe me familjar, po me kolegë, me njerëz të ndryshëm që ka. Dhe në natyrën njerëzore, që është në ka kallëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kemi që jemi të prirur për me bëj gjinohe. Njeriu është i prirur për me bëj gjinohe dhe bën gjinohe, gjithsesi ka me bëj gjinohe dhe gabime. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në hadith kullu ibn Adam khata lakin afdalu al-khata'ina wa khayru al-khata'ina at-tawwabun. Thotë çdo biri i Ademit bën gjinohe. Mirë po, gjinohçarët më të mirë janë ata të cilët pendohen tek këtyre gjinohave. Prandaj, duke u nisur nga ky parim që çdo biri i Ademit bën gjinohe, edhe bën gabime të ndryshme, ka mundësi me ra në gabime me raport me Allahun azza wa jall, edhe ose në raport me njerëzit, edhe njeriu në familjen e tij ose në rrethin e tij, te kolegët e tij, nga njëherë ashe tjetërin duke bo gabim. Tenton mja përmirësu këtë gabim, nga njëherë thot në vetveten e tij na më mirë nuk pe ja përmirësoj, nuk pe korrigjoj këtë gabim të tij, se mos po ndodh diçka, mos po hatërohet, mos po i vjen mërzi, mos po më idhnohet ky person. Nga njëherë ndodh që me korrigju, po e shkakton një gabim më të madh. E bën një gabim më të madh, çon ky korrigjim i gabimit, ky përmirësim i gabimit e çon në një gabim më të madh, bëhet shkak ndoshta për përçarje që ai tjetri më mori noti. Prandaj njerëzit pyesin cilat janë ato metodat, mënyrat që duhet na mi ndjek ato që nëpërmjet tyne sa më lehtë ose sa më mirë mja u korrigju njerëzve gabimet e tyne, mja u përmirësu njerëzve gabimet e tyne, dhe kjo është ajo tema e ligjëratës që po du me e trajtu këtë ligjëratë ose këtë temë, qysh mi përmirësu gabimet e njerëzve. Cilat janë metodat. Njerëzit të ndryshëm lexojnë libra të ndryshme. Librat e psikologjisë së suksesit. Ka njerëz të ndryshëm të cilët ndoshta pyesin tjerë cila është përvoja jote në raport me këtë çështje, çish më përmirësu, çfarë po thotë ti, çish më qas, a më gjet një njeri a kështu me radhë. Domethënë mundohem me gjet mënyra të ndryshme se çish më përmirësu, po njeri në familjen e tij ka dhe familjar. Edhe ka për shembull djalin e vet i cili ka rrit, edhe është duke i bërë do gabime, peshesh që po do me hi, domethënë rrugës të devijuar, rrugës të gabuar, është duke i bërë do gabime, s'po din çish më këshillu, ndoshta s'ka merr fjalën ose baba ose nona ose dikush tjetër. Pra njerëzit e ndryshëm tentojnë ndoshta nganjëherë mi korrigju disa gabime, mirë po te dikush për shembull shkaktohet edhe një gabim më i madh, te dikush domethënë për shkak se e ka provuar me dikon, edhe ai ju ka revanshu, ai tjetri ka revanshu edhe ka kthyr me të keq, ka thonë çfarë po të intereson puna jam, edhe te kitë këtë metë, kështu me radhë, e ka thonë ma mirë, nuk pi korrigjoj asnjë gabim, s'pi flas kërkujna, s'po interesona për kërkujna, për kërkën tjetër, por interesona për vetveten time. Edhe ata që e përmenda më herët, njerëzit e ndryshëm domethënë lexojnë libra të ndryshme të autorëve të ndryshëm të huaj, ose duke u mundu me i gjetë përvojat e ndryshme njerëzore, mirë po metodat më të mira për përmirësimin e gabimeve janë metodat që përmend Kur'an, edhe që ne ka treguar neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka vepruar në raport me njerëzit,
edhe kjo ka ndikuar që njerëzit edhe me përmirësuar gabim, mirë po edhe me dash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse një jetën e përditshme mundet që dikush më korrigjon një farë gabimi të tërkuina, po mirë po ai gjithmonë më largu me marrë një farë qëndrimi ndaj tina, mos me dash. Ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për arsye se ka qenë pejgamberi Allahut azza wa jall, që shpallë ka zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithmonë kur i ka vepruar disa gjëra, domethënë shpallja është ajo e cila nëse ka pas mundësi më ndodh në një gabim eventual, atëherë ka ardhur edhe ka korrigjuar. Prandaj ne në praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mas mirti mund me gjetë, domethënë rregullat e përmirësimit të gabimeve të tjerëve, e jo me shku tek ideologjitë të tjera, apo të mendimet e tjera, të filozofitë e tjera, nga sa ato mund me kon nga një herë mjaqëllu, nga një herë mund mos mjaqëllu, e zakonisht ato nisen nga ai aspekti material. Domethënë aspekti material nuk kanë për qëllim atë aspektin fetar edhe të shpërblimit të Allahut azza wa jall. Metodave më të mira të mësimdhënies. Se sot, domethënë mësimdhënia është vetëm që jep informata. Mirë po më herët, po edhe çush duhet me kon mësimin në përshkolla që mos më jep vetëm mësimin si teori, mos më të jep ato informatat. Mirë po më të eduku. Më herët, domethënë shkolla ka kry këtë çështje, që i ka eduku brezat dhe i ka përmirësu ato gabimet eventuale të nxënësave që kanë pas. Pra, nuk është për qëllim vetëm me u dhënë informata, mirë po pe atyne synimeve të mësimdhënies është edhe edukimi duke i përmirësu pra gabimet e njerëzve. Kurani në shumë ajete kuranore ka ardhur me urdhresa, me ndalesa. Mirë po ka pas mundësi që me ardhë nga një herë disa ajete kuranore më shpall pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me korrigju ndonjë gabim eventual që kanë ndodhur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta marr një shembull. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Uhudit i pacaktu disa shigjetarë atje në kodrën e Uhudit për me rujt atë pikë, edhe ka thonë, në qovë se në shenë neve çfarë të rasti që na shihni, ju mëse lëshani këtë pikë. Mirë pa të lëshu, se kura pa të pa shpartallimin e ushtrisë së mushrikëve, edhe pa të pa atë farë plashkën e luftës, atëre e pa të lëshu një pjesë e madhe e tyne, megjithëse ai komandanti e tyne kryesor ka qëndruar në pikë. Edhe pa të thonë që pejgamberi alayhis salam na ka thonë, mos me lëshu këtë pikë. Mos me lëshu këtë pikë. Masanej u bë sebeb që dhe më thanë me pësu disfat muslimane, për shkak se Khalid ibn Walidi ka pa që më thanë e kanë shu pikën, ka ardhur një kohë tjetër edhe pastaj më thanë ka pësu disfat musliman në luftën e Uhudit. E Allah azza wa jalla ka zbrit një ajet kuranor për me korrigju këtë gabim, i cili ka qenë gabim që se kanë ngu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë lëshu pikën, Allah azza wa jalla ka zbrit ajetin kuranor i cili thotë حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. Derisa ju u dobësut, të shtut, edhe u përqat në sveti, edhe e kundërshtut urdhën e pejgamberit alayhis salam që pa të thonë, domethënë qëndroni në këtë pikë, mos e lëshoni në këtë pikë, min ba'di ma arakum ma tuhibbun, derisa pasi që Allah azza wa jall pa që ju pëdëni që të farplashkën e luftës, minkum yuridu dunya wa minkum yuridu al-akhirah. Dikush për juve ka dashur në këtë dunjan, dikush për juve ka dashur dunjan, dikush për juve ahiretin. Si do të thonë, disa ajete kuranore kanë zbritur për me korrigju disa gabimeve. Dhe kjo është, do të thonë, kjo është metodë kuranore në korrigjimin e gabimeve, do të thonë edhe në mësimdhënien, edhe në shpallje në përgjithësi, në mësimdhënie ose në urdhresa, në lejesa, në mësimin e fesë në përgjithësi, e këtu hyn pra edhe korrigjimi apo përmirësimi i gabimeve. Mirë po, unë për veti në këtë ligjërat do të koncentrohem në disa pika se kjo është temë gjonë, do të thonë çysh mi korrigju gabimet, çfarë metoda me përdor,
sepse nga një herë mundesh me shkaktu që që përmenda dëm ma shumë se sa dobi, atëherë kur me ndërmarrë ndonjë diçka e cila e bën përmirësimin nga një herë kur mos me ndërmarrë atë çështje, kur me thonë me çfarë toni, a me përdor ashpërsi, vrasësi apo me të butë. Do thonë këto janë që duhet mi pas parasysh. Sidomos ai i cili dëshiron hoxha, edukatori, po edhe njerin i cili bën davet, që është në mejdan e davetit, po don me bë davet edhe shokëve të tij, kolegëve të tij që i ka aty. Atëherë do të më përdor këto metoda të cilat konsiderohen edhe metoda të davetit, mirë, po sidomos kanë të bëjnë me përmirësimin e gabimeve. Natyrisht, këto që do t'i përmendëm, na do të më bëj komplet bashk argumentet, se mi selektu, mi marr vesh një hadith, dikush e lexon një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka vepruar kështu me një sahabi. Ndoshta aty ka qenë i vrasht me dikën. Me tjetër kanë gjën me një beduin, ka për jake beduini, që tregohet në hadith sahih, ka ardhur një beduin, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas veshur një mantel prej Negjiranit, i cili kishte jakën e fortë. Thotë edhe erdhi një beduin, domethënë asini që i kanë ato ahlakun, moralin e vrasht, që ka vrasësi. Ka ardhur atje i ka jetuar vetëm në shkretir, mësu vetëm domethënë vrasësinë e jetës së tij, dhe kjo ka ndikuar edhe pastaj edhe moralin e tyre. Edhe ardhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka kap për jake, saqë domethënë ka ndikuar kjo jake edhe në domethënë lëkurën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka kape e ka thonë, më jep prej mallit që të ka dhënë Allahu azza wa jall. Më jep mu për asona që ka jep Allahu azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka kthy, edhe ka bosqesh edhe ka thonë, jepni para këtina, jepni mall këtina beduinit. Para mendoj tash dikush për neve, për shembull, është në një institucion, ose është në një vend kyç. Një vend që për me ka një farë lloj autoriteti ndaj njerëzve. Edhe vjen një person që s'e ngjeh hiç, edhe thotë kryma punën që s'ma ke kry punën tënd. Ose japën pej kësajna. Momentin e parë veç e urdhëron kish me urdhru rojet ose ndryshëm bodyguardën për me largu këtë person. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është treguar lut sa i kon i padishëm. Çai beduini u kon i padishëm. Mi po gjejmë raste të ndryshme pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përdor metoda të tjera në përmirësimin e gabimeve, që do të janë domethënë nga një herë ka qenë edhe pak më i vrasht. Me kanë me disa sahabë ndoshta më të afërt të tij, shok më të afërt. Se kur nuk është njëjtë me shokën tënd i cili ti rrin me ta vazhdimisht, nga një herë kur nuk jenë në prezencë të tjerëve, mundesh më kallëzu pak më i ashpër, edhe ai nuk merr një farë qëndrimi ndaj teje, nuk dikon kjo negativisht tek ai, mirë po pozitivisht. Ti me këta don me kallëzu, domethënë me e ja largu çfarë gabimin që ka bërë që mos më përsërit ai, edhe pse ka qenë domethënë ke përdorur dashka një farë metode pak as më të vrasht. Pra, pejgamberi alayhis salam ka vepruar mundësina, domethënë ka vepruar në situata të ndryshme, veprime të ndryshme, dhe njeriu kur don të marr këto dhe me zbatu një jetën e tij na praktike, kjo kërkon ijtihad. Kërkon që njeriu me ditë së pari jetën njerëzore, natyrën njerëzore, të njerëzve me njoh njerëzit pak a shumë, se me dikon shkon pak më bot, me dikon pak më ndryshe, dhe dikush domethënë ja çon një njeri për me përmirësuar gabimit të dikush, domethënë përdoren metoda të ndryshme, dhe kjo bazohet në ijtihad, domethënë me u mendu me ditë mas pari natyrën njerëzore të njerëzve që po do më qas, po edhe nënën tjetër, edhe me i ditë ato situatat se qysh më qas, se pastaj me shikuar në sirën e pejgamberit alayhis salam çish ka vepruar, atëherë ti më marr çata me zbatu në vendin e duhur. Nuk është edhe aq e lehtë, mirë po ne do të bëjmë vetëm disa rregulla të përgjithshme që mundën më na ndihmu, se po thash kjo është temë e gjatë. Çështja e parë është se duhet me pas parasysh disa çështje të rëndësishme para se me nis me përmirësu gabimet. Çështja e parë është kur dësh me përmirësu tjetër të kujna në ndonjë gabim, don me korrigju, don me urdhëru për diçka, ke pa që është keq. Atëherë çështja e parë është që me bëu ata për hir të Allahut azza wa jall.
jo për me tregu e përsin tonë ndaj tina, për me tregu ose me zbrazi znatin ndaj tina, ose me kallëzu që je më i lartë se ti që po din ose diçka. Jo, me thonë, qëllimi kryesor është që me bo për hir të Allahut Azza wa Jall, se kështu kemi marrë shpërblim, po edhe Allah Azza wa Jall ka me qu bereqet në qëto. Se ka me ta marrë ai edhe ka me largu për që ti nga gabimit, ka me përmirësu një gabim, atë gabimin. Ndërsa në qose një person nuk e ka për qëllim Allahun Azza wa Jall, e ka për qëllim që veç me kallëzu një fërllaj autoriteti që edhe ne thëmë ty, se ti ma ke këthy ma përpara, me ke thonë diçka, edhe ne thëmë ty, a nënën tjetër paraqitet kështë se në aspektin fetar për bën, atëherë le të di se mas pari s'mësh problem. E dyta, bëhet çka ndashta që ajo që ai tjetri edhe mos më marr, po edhe më u largu pe tina mos bëj raportin mes tyne. Pra çështja e parë është sinqeriteti. Me bëhet për hir të Allahut Azza wa Jall, jo për dikon tjetër. Çështja e dytë është me pas parasysh natyrën njerëzore të njerëzve. Të njerëzit janë gabimtar. Që ata që tjetër në ashtë të shë, mund është edhe në qatë gabim njëjt, ti me ranë në qatë gabim. Nesër, po ndoshta më përpara edhe ti ke vepru qatë gabim. Kur të kish parasysh këta, atëherë mas pari nuk i më çudit edhe shumë pej gabimet njerëzve, nuk i më çudit, kemi trajtu me mëshirë, jo me ashpërsi edhe me vrasësi. Do të thonë, kur e din natyrën njerëzve që gabojnë, dikush pej padijes, dikush, do të thonë, pej epshit të tina, egos të tina, ose për fanatizmit që e ka ndaj qasana, ose dikush ndaj fiset të tina, ose familjes të tina, ose çfarë do të qoftë ajo, do të thonë për fanatizmit për ato, e ka bo qatë gabim, atëherë e kupton që, do të thonë, mas pari, ti e mëshiron ato, nuk sillesh me vrasësi ndaj tina, po edhe nënën tjetër kjo nuk do të më ndiku që ti tash mi arsyetu njerëzit edhe me thonë, po njerëzit veprojnë gjunahe, veprojnë këto, e kjo është normale për tyne, veprojnë njerëzit krime të ndryshme edhe nuk bën na me i korrigju gabimet e tyne, nuk bën mjë full. Ja, edhe pse e kupton natyrën njerëzore, edhe din që njerëzit, do të thonë, bojnë gabime, ma nënën tjetër, kjo s'do të më konë pengesë që ne me mëna pengu, me i qortu ata ose me mundu me i përmirësu. Kjo është çështja e dytë. Çështja e tretë është se kur dënë me korrigju dikën, dënë me përmirësu një gabim, do të më siguru se a është gabim ajo, a është gjina ajo, a është emet e tina apo jo, se nga një herë ndodhet e njerëzve që po thonë shkojnë tek tjetër edhe i thonë çështo kom pa duke e bo, ose ishe duke e bo, nga një herë vjen dikush namaz, për shembull thotë, hoxha ose dikujt tjetër thotë çështo nuk i mirë të e bo këta. A i thëtë, Allah që përbleft, mirë po, ashtë edhe në mendim tjetër, në pasën në mendim tjetër, ose bën edhe qështu, se ka herë ka mundësi, ma shumë se sa një mendim me pas, ose ma shumë se sa një formë, për shembull, dhe nuk është ajo që ai tjetër është duke bo, o nuk është dallash, nuk është gabim. Për shembull, ne kemi një rast, Xhabir bin Abdillahi, sahabi i nderuar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një herë ka qenë duke u folë. Edhe ka qenë duke folë vetëm me një robë. Atë robën e ka patë, domethënë e pat vesh vetëm si izar i thonë prej këthizë deri te gjuni, dhe pastaj e pat lidh në një farë mënyrë, domethënë edhe për me qu mas shpinës, ndërsa tesha ti kishte varur në mbi një pemë. Aty i patar një person edhe i paton po pse se fal me dy rroba. Pse vesh me një rrobë. Tha për më këshill njerëzit se te edhe më thonë që shto, njerëzit si budallen sikur se te, për më thonë. Ibn Hajeri thotë se budallen do të thonë paditur, të cilat mundohen do të thonë me korrigju diçka që nuk do të më korrigju, me konsideru që është gabim, në vërtet nuk është gabim. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, çdo kush për neve ka gjetë dy rroba për më u fala, do të thonë se kanë konsideruar gabim më fal me një rrobë. Ka dash qëllimisht më kallzu njerëzve që bën edhe çështë më fal. Prandaj kur don dikush me ja korrigju dikun tjetër, duhet mas parë me siguru a është gabim që ajo apo jo, a nuk është gabim. Do të më këshir, do të ai tjetri është duke bëu, është në rregull ajo, mirë po ka qenë mungesa dijes te ky. Do të thonë do të më siguru a ka gabim apo ka gabim. Çështja e katërt është se gabimet dallojnë mes tyre.
Aq sa më i madh që të jetë gabimi, aq më shumë duhet më kujdes me korrigjuar të gabim. Nuk janë gabimet e njëjta të një kategorie të njëjtë. Do thonë gabimet në akide, gabimet në besim. Njerëzit që kanë besime të prishura, dikush që vepron diçka shirk, qoftë madh, qoftë vogël, ose dikush i cili i bën diçka çështje që e cenojnë akiden, e cenojnë besimin, nuk është njëjtë sikurse dikush i cili e bën diçka e cila konsiderohet mungesë e mirësjelljes. Sa është kategori së njëjtë. Dohet më shumë më mundu me korrigju çat gabim që ka të bëjë me akide se sa me atë tjetrin. Edhe atë tjetrin po, mirë po ju me jap zor atij tjetrit gabimit që ka të bëjë me mirësjellje ose me diçka tjetër, edhe pse kjo është e rëndësishme, duke lënë anash atë gabimin i cili ka të bëjë me akiden që cënon seriozisht akiden. Për këtë arsye vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mekë është është dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe çështja parë kon ngulitja e akides, edhe përmirësimi i çështjeve, që ka të bëjë me akide, largimi nga shirku, qoftë i madh apo i vogël, e kështu me radhë, çto kon koncentrimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për shembull kemi raste të ndryshme. Për shembull, kur ka vdek djali i Ibrahimi ka qenë një që ka pas me Marin, ka thënë djalë. Nëna tina ka qenë Maria, el-Qibtija, koptase. Edhe pa të vdek si djallë i ri, një foshnje e re, pa të vdek Ibrahimi. Në qatë moment, pa të ndodh eklipsi i diellit. Në zonë dielli. Edhe njerëzit e ka pas zakon në ato kohra me thonë se kur të vdes një njeri i madh, atëherë ndodh eklipsi. Për shkak se tina ngjarje të mëdha, në këtë rast vdekjes së një njeriu të madh, atëherë ndodh eklipsi. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me herë dal, edhe ka kallëzuar se inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah, la yankasifani li mawti ahadin wala li hayatihi. Thot qielli dhe toka, hëna dhe dielli janë ajete, janë shenja për shenjat e Allahut azza wa jall. Nuk bëhen eklips për shkak të vdekjes së dikujt apo jetës së dikujt. Kur të ndodh kjo, masane ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më falë edhe më dhon sadaka, me bë dua Allahun azza wa jall. Domethënë ka korrigjuar këtë gabim. Tjetër rast është kur Ebu Bakr ibn Laythi thotë kemi kalu bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pranë një pemë. Aty në atë pemë idhujtarët kishin zakon mi varë armët e tyne për me kërku bereqet. Në thani varshin armët e tyne, idhujtarët, mushrikët, në pemë, që së banë as dobi as dan, mi e pa shpresejshme këta që me pas bereqet edhe me fitu në luft. Atëherë na thati, ishëm njerëzit të cilët kishëm hi rishtazë në Islam, ishte lufta Hunenit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi e shliroi Mekën, shkoi në Hunen atje, domethënë edhe në dul jashtë, domethënë Mekës për me shku në luftën e Taifit. Thot kur kalum te kjo pemë e pam, thati ja Rasulullah, kjo është, domethënë dhatu anuat, e ka pas emrin ashtu e pemra, edhe neve na po një pemë dhatu anuat sikurse që ata e kanë atë pemë. Ka thënë Allahu Akbar, keni vepru, keni thonë ashtu që kanë thonë populli Musait a.s. Muses a.s. Kanë thonë ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Çka ka thonë Muses a.s. popullit tina? Ka thonë kur kanë kalu për një, domethënë idhull, ka thonë bëna neve një idhull sikurse ata që kanë idhull. Domethënë më herë ka korrigjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, çështja me rëndësi është se gabimet dallojnë kategori. Duhet me ditë se cilit gabim, për shembull, me kushtu vëmendje dhe rëndësi më shumë për me korrigju, e cilit më pakës, edhe pse tjetër nuk do të më neglizhua edhe tjetrin. Mirë, po jo krejt, domethënë, mu zemërua me dhona ajo far forca dhe fuqia fokusi në korrigjimin atina që ka të bëjë me mirësinë, ndërsa çështjet kryesore të tauhidit milon anash. Çështja tjetër me rëndësi është do të me pas parasysh secili person i cili merret me korrigjimin e gabimeve të tjerëve, me përmirësimin e gabimeve të tjerëve, do të me pas parasysh edhe me ditë se çfarë autoriteti ka ai. A është njëri me autoritet, a është njëri me autoritet? Kur themi me autoritet, për shembull,
imami i xhamisë, ose baba në raport me fëmijën e tij mësuesi në shkollë, ose ai drejtori i shkollës, ose drejtori i kompanisë, dikush në institucion i cili i ka punëtorët e vet, domethënë një lloj autoriteti, çfarëdo autoriteti që është, qoftë i madh apo i vogël. A ka këtë autoritet apo nuk e ka këtë autoritet? Edhe i cili i kupton këto, edhe din masanej qysh me menaxhu situatën ose qysh mos sill në situata të ndryshme. Nuk është njëjtë ai person i cili ka autoritet edhe dëshiron me korrigju një gabim të dikujna si ai i cili nuk ka autoritet. Nuk është njëjtë si plaku si fëmiu, nuk është njëjtë pra ai i cili baba në raport me fëmijën e tij, ai ka një lloj autoriteti. Prandaj ai edhe në qoftë se përdor metoda nga një herë që mundën me kuptu si mat vrazhda, ma let domethënë përballohet me tina, ma let njerëzit e kuptojnë edhe e marrin atë farë fjalën e tij. Për dallim për një njeri i cili domethënë nuk është që ka autoritet, edhe don në mënyrë të vrazhme për shembull, se thotë kom lexuar në sirat pejgamberit alayhis salam, ose kom lexuar sirën e Omerit se ka vepruar çështo, ç'është do të vjen, domethënë disa raste se Omeri radhiyallahu anhu ka vepruar kështu, edhe unë do të më vepruar kështu. Ja nuk shkan, se do të më këshir njeriu, domethënë sa ka autoritet, a ka autoritet, as ka autoritet. Nëse s'ka autoritet, atëherë ti nuk mundesh mos sill sikur sa ai i cili ka autoritet. Darimi tregon, domethënë përcjell një rast që është i njoftën, rastin e kohën e Omerit radhiyallahu anhu. Ka qenë një njeri sabir, që ka pas emrin. Ky njeri sabir ka ardhur në Medinë dhe ka shkuar në për hoxhallar të ndryshëm, në për dietar të ndryshëm dhe ka pyetur ata. I ka pyet rreth kujna, rreth ajeteve dy kuptimshme. Janë disa ajete dy kuptimshme, domethënë kuptim të vërtet saktë dhe një kuptim jo të saktë. Këto ajetet e dy kuptimshme, domethënë duhet me kthyer ajetet të cilat janë të qarta. Ky u shku vesh domethënë me pyet ata dietar të rreth çutin ajeteve. Omer radhiyallahu anhu ka marrë vesh. Ka thonë sillmani ata. Ka thonë kur e kanë sill, ka thonë kush je ti? Ka thonë unë jam Abdullah Sabir, robi Allah Sabir. Ka thonë ti e çaj që po shkon edhe pyet që thosh, ka thonë po. Ka thonë e ka pat përgatit një dikë të hurmës. Edhe pa nis më një herë me rrah në kokën e tij, domethënë ja ka nis me godit. Derisa ja ka nis me rrjedh gjak. Saqë ka thonë ai Sabihu ka thonë ja Amir al-Mu'minin, o halife ka thonë krejt ato që i kom pas i kanë ato mendimet, ato ide që i kom pas i kanë mo, s'janë mo. Tash me ardh dikush, edhe me thonë çështë muna me vepru nëse Umeri radhiyallahu anhu e ka vepru, nuk është në rregull. Ose një hadith tjetër. Thot një sahabi, thot kam shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kam qenë një njeri i varfër dhe kam qenë në mikpritjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe siç kam pas zakon me net, domethënë në xhami, ehlus sufra, ata domethënë personat që nuk kanë gjetë vend tjetër ku me flajt, kanë qenë sidomos të huaj, kanë flajt në xhami. Thot masi që na hangrën buk, shku me flajt në xhami, edhe hini pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këshyr, domethënë ata në evrejt, ata fshintë ose ata që kishin shku në fshinësinë ose në mikpritjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe thamë pa mu që isha duke fjetur në bark, isha shtrajnë në bark, isha duke fjetur ashtu. Një transmetim përmenet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marrë do goralece edhe ka godit. Një transmetim tjetër ka kalu pranë tina edhe ka godit me kom. Ka thonë se kjo është një diçka që cilën Allahu azza wa jall e urrejn. E urrejn Allahu azza wa jall. Tash dikush që bën një gabim të ngjashëm ose të njëjtë, me thonë tash me kop gure edhe me godit ata. Nuk është rregull se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas autoritet. E ka vepruar këto me sa të autoritetit tina, ama nuk është njëjtë ai personi tjetër i cili nuk e ngjeh njërin se te ka në xhami, ka pa çashtu në bark duke flajt edhe me thon tash edhe me zonë me ton të ashpër edhe me gurales të e gjujt se duke thonë se kom praktikuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra do të më këshir çysh ka ardhur suneti me pas parasysh ato që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas autoritet. Nuk është i njëjtë ai i cili ka autoritet që përmena, domethënë udhëheqësi, baba në raport me fëmijën ose drejtori i shkollës, mësuesi e kështu me radhë, që ne kanë në farë lloj autoritet me ata i cili është njeri i thjesht, edhe don tjetër kanë i cili nuk e ngjeh, don mja për mësuar një gabim.
Çështja tjetër më e rëndësishme është me bë dallimin mes të atina njeriu i cili gabon nga patidoria dhe atina i cili gabon pa din çështjen. Se ka dallim, nuk janë të njëjtë. Njerëzit të cilët domethënë i bojnë gjërat nga patidoria, se din në çështje të tillë, ata do të mos sillen më but. Ndërsa ai i cili e din edhe përsëritet në mënyrë vazhdueshme për tina, atëherë pak më ndryshe sillet, mund të mos sill njëri me ta. Është një sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithi është i njohur. Muawiyah ibn Hakim as-Sulami ka qenë njëri beduin që ka jetuar në shkëtim, edhe thotë kum shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ju hin namaz, për më fal me bashkë me shokët e pejgamberit alaihi salam, dikush ka të shtit. Edhe i kon thonë duke qenë në namaz, i kon thonë yerhamukallah. Ata shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë ja nisën më shiku edhe tha çka bën këshirni, thash aty, duke qenë namaz ai ka thonë çka bën këshirni ju. Çka bën anë që domethënë që bën këshirni ju kështu. Domethënë me shqetësim kogja të ashpër. Ata masani janë nisën tha me rreth durët e tyne, me godit durët e tyne në këmbët e tyne për më kallëzu që hesht. Masi që u kry, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'kom pa njëri mësues më të mirë, edukator më të mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më tha as më çortaj, as më tha fjalë të rënda, mirë më tha inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas, inma huwa at-tasbih wa at-takbir wa dhikru Allah azza wa jalla. Ky namaz në ta nuk bën me fol njeriu bisedat njerëzve, domethënë jetës së përditshme. Mirë, po aty ka tasbih, e ka takbir, edhe ka dhikr të Allahut azza wa jalla. Që do të thotë ky se ka ditë çështjen. Orti jashtë nuk e ka ditë se kjo në fillim ka qenë e lejuar me fol, domethënë namaz. Mirë, po ma vonë është derogu. Ky se ka ditë që është derogu. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sill në ta në mënyrë të butë. Derisa dikush tjetër për shembull si në mënyrë të vrashtë. E kjo tash mundem me thonë edhe te na në xhamiat e tona kur dikush gabon ndoshta është i ri në islam, dikush më një herë që të pe safit ose fëmijën që të pe safit ndoshta ndikon emocionalisht ose në mënyrë psiqike që ai kur mos me harru atë që e ka përjetuar. Për këtë arsye gjejmë ndoshta dikon pe aty në të vjetërve thot jam fal më përpara, po kur nuk shkoj më në xhami. Pse? Thot vallahi kur kam shkuj në xhami, kam mësuar me të, për shembull, ka rre shumë mësuesi, edhe kam përjetuar shumë rëndë edhe pastaj, domethënë e kam marrë një farë qëndrimi, mo kur nuk shkoj. Domethënë që kjo mundet aty në më ngulit në memorie edhe kur mos më harru. Kur nuk mundet më harru. Po ka dallim mes aty në personit i cili ka dije edhe aty në i cili nuk ka dije. Sa përket këtina që ka dije, po e përmendin një rast tjetër. Për shembull Hudhayfa te Yaman sahabi i nderuar e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë në Medain, në vend Medain, si duket ka qenë me Kams. Edhe ka kërku me sill aty në ujë. I ka pru njëri pe shërtorë, ka pru ujë mirë po në anën e argjend. Edhe duke qenë aty ndajtur me njerëz, e ka hudh, e ka gjujt me atë anë. Ka thënë, po më shikoni pse u silla kështu? Tha se kom thonë këtina, mos ma bërë këto se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu me hungër edhe me pi në anët të cilat janë pe arit edhe argjendit. Po ky vazhdimisht po ma sjell. Vazhdimisht po ma sjell. Domethënë mas pari, ai ka pas autoritet, që e përmendëm atë far rregullim më hershëm. E dyta, domethënë ai ka ditë meselën, po domethënë si për inati ja ka bë, ai u sill në çet mënyrë. Çështja tjetër më rëndësi është që njeriu kur don me e përmirësu gabimin e tjetrit, ose me korrigju, nuk do të më koni një anshëm. Do të më koni drejt, i pa anshëm. Çfarë do të thonë kjo? Se ka njerëz të cilët i njëjti gabim me ndodh pe shokut, pe familjarit, pe fëmijët, i mshël syt. Kur ndodh pe dikujt tjetër, Allah e çon këtë dunjon në kom edhe domethënë ashpër e reagon. I njëjti gabim. Pse se kjo është shoku i tina, është familjarit tina, pra që kjo është kur ai ja marr anën dikujt. Njeriu do të më koni panshëm, do të më koni drejt. Me këtë njerëzit, kjo është e vështirë. Na po flasim këtu në aspektin teorik, mirë po në aspektin praktik. Ka gjë vështirë.
hoxha dhe jo hoxha, domethënë dohet me luftu veten e tina për me koha me kon I drejt me të gjithë njerëzit. Se zakonisht njerëzit, domethënë kur është puna te shoku, gabimi I shokët e tina janë mbulon. Por kur të ndodh një gabim I tjetër kujna, atëherë domethënë reagon koha ashpër. Çështja tjetër që dohet me pas parasysh që ndoshta ndonjë gabim mund të qenë një gabim më të madh. Për këtë arsye duhet me hesht ndaj atij gabimit. Nganjëherë jo çdo herë duhet me përmirësu ose me tentu me përmirësu ndonjë gabim. Se ndoshta ndonjë gabim, ndonjë gjëna përmirësimi I tina ndodhet që me çu deri te një gabim edhe gjëna më e madh. Dhe për rregullave të shariatit, rregullave të fesë, është që kur janë dy të këqija, është një keqe, po është më e lehtë, më pak e dëmshme. Edhe një keqe që ka dëm më shumë në to, atëherë s'ki çare njërin të dyjave pa e vepruar. S'po flasim ato kur të dyja do të më largu, se nganjëherë vjen njëri në çështje situate dhe pozite që duhet me vepruar njërin prej tyre. Atëherë duhet me zgjedh ato të cilat ka sherr ose dëm më pak e me u largu, me u shpong asojna e cila ka dëm më shumë. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këta ka praktikuar në jetën e tij. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çabja sot që është ndërtuar, domethënë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tentuar ose ka dash, ka pasur dëshirë me rrezu edhe me ndërtu sipas themeleve të Ibrahimit alayhi salam. Çaj mend, domethënë me atë derën që është tash nalt, me bo bashk rrafsh me tokë që me pas njerëzit mundësi me hy, me bo një derë knena, me pas njerëzit mundësi me hy në qabë, krejt njerëzit, jo vetëm për një grupë caktuar të njerëzit, edhe një pjesë që nuk është për qabës, sot, domethënë ai farë pjesa, domethënë një pjesë rrethore aty, nuk është për qabës, po ata kurejshet s'patën pas mundësi me pagu me parat e tyre halal, atë çështje domethënë me ndërtu, atëra patën lënë ashtu, ka thonë edhe këta e kisha fut në xhami. Mirë, po Aishës çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur të njerëzit mos ishin për atyre që janë drishtës në fe, domethënë janë të rinë në fe, plot për tyre stash ka pranuar Islamin. Atëra kisha me rënu qabën dhe me ndërtu sipas themeleve të Ibrahimit alayhis salam. Domethënë pse nuk e ka vepruar këto, se ofrigu që po bëhet një dëm më I madh se njerëzit, masane më thon, ka qenë vardë dhe prej domethënë e ka shkatuar edhe bela dhe qabën. Ose pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i kanë dëshkuar munafikat. Munafikat e kanë fyer pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shpesh Omer radhiyallahu anhu I ka thonë da'ni adrib unuka hadha al-munafiq. Domethënë lem që domethënë ta vras këtë munafik. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë jo Omer. Pse? Në një transmetim thotë që mos flasin njerëzit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është duke vrarë shokët e tij. Se ata të cilët janë kon jashtë Medinës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata se kanë ditë që ka munafika, Këto kanë kuptuar që janë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aty ka pas munafika. Mirë, po me kanë vrarë dikon ose me kanë ekzekutuar dikon atëre kishte ata që janë jashtë kishin me kish kuptuar edhe me thonë që pe vrat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokët e tij atëre se na me him fe. Kur se kish në fe, domethënë vrahesh. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lënë këta për një se shkakton një dëm më të madh. Edhe çështje tjetër me rëndësi është se ka dallim mes atij njeriu I cili gabon vazhdimisht, bën gjinohe vazhdimisht ose gabon vazhdimisht, edhe ndërmjet atij njeriu I cili hera parë po ndodh ky gabim. Nuk është trajtimi I këtij që hera parë po ndodh ky gabim me trajtimin atij që vazhdimisht do ka bëhet të njëjtin gabim, të njëjtin gjinoh. Domethënë do të më pas më shumë për këto më shumë. Se hera parë që ndodh, kur si ka ndodhur, kur se ka bëhet gabim, po domethënë në lagap domethënë e ka bënë gaf, që thonë na, ka bënë gaf që as vetë ndoshta nuk e ka ditë, po sefte ka ndodhur. Ndërsa ai tjetri, për shembull, është duke bëu vazhdimisht gjinohe, trajtimi I këtij na është më ndryshe. Po ashtu duhet me pas parasysh çështën se janë disa njerëz që kanë vepruar vepra të mëdha. Kanë vepruar për Islam,
kanë pas dije, ose kanë dije. Ka mundësi me ndodhë dhe një gabim për tyne. Nuk është njëjtë, dhe më thonë, me trajtimi atina gabimit, ndaj atina i cili kur s'ka bëhet mira ndaj islamit, kur s'ka bëhet mira. Për shembull, dikush vazhdimisht jep sadaka fi sabilillah, mundohet me ndihmu njerëzve. Mirë, po ka ndodhur dhe gafa të vogla. Ndërsa ai tjetri kur as u interesu, as shpërndon dija, as nuk kujdeset për diçka tjetër, nuk është njëjtë tash këta të parin me konsideru sikurse të dytin. Sa nuk ka një rregull, është kur flet për dietarët, sa dietarët e njerëz mundën me gabu. Thatë ka mundësi ka njëherë do gabime më do për dietarëve. Mirë po thatë idha ka'anna al-ma'u kullatayni lam yahmil al-khabath. Sa do të thonë, është një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kallëzuar për ujërat, cilat janë të pastëra, cilat nuk janë të pastërta. Është një lloj uji, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të arrit atë masat uji, nuk ka mundësi mundot. Që do të thonë, nëse bjen një pikë uji ose një pikë urine për shembull. Hipotetikisht bjen një pikë urine, ajo prapërsisht i bën 500 litra. Do të thonë 500 litra me një pikë urine, s'ka mundësi me ndot. Edhe nëse si ka ndruar njërin prej 3 cilësive, atëherë uji është i pastër. Mirë, po ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë që uji kur të arrin këtë mas, këtë sasi, atëherë s'ka mundësi mundot. Që edhe ka përdorur në aspektin alegorik për njerëzit që kanë vepra të madhore për islamin, kanë dije, kanë vepruar vepra madhore, ka mundësi në pikë me ndodh me hime, ama a ndot ujin, a e prish atë farë famën ose imazhin e tij, një gabim që mundet me ndodh, se prish. Edhe dohet njeriu nuk do të mos i njëjtë me apo të madhe që ata, sikurse atina i cili kur s'ka vepruar edhe me thonë të dytë janë të njëjtë. Ja, nuk janë të njëjtë. Nuk janë të njëjtë. Po ashtu edhe e fundit ose e parafundit që duhet me pas parasysh personin që bëdën me përmirësu se a është i ri në islam apo jo. Nëse është i ri, më thonë, maksimalisht më sill but, se në momentin kur treguash i vrazhët, atëherë e largon për islamit. Pra do të më këqyr njeriu, a është i ri, apo nuk është i ri. Ai i cili është pak më i vjetër i përballon do sena, ama i cili është i ri në islam, ai do të vetëm me afru. Vetëm me afru edhe me fjalë të buta. Jo mos i ndaj tina, do të thonë me vrazhësi, edhe gabimi i tina më konsideru sikurse gabimi atina i cili, do të thonë çysh moti është në islam. Sa i babakie edhe nuk e din çështjen. Edhe në fundit, do të thonë për fëmijët, do të thonë fëmijët gabimet e fëmijëve që i bojnë, edhe ata duhet mi korrigju njeriu. Nuk do të thonë tash është i vogël edhe le ashtu, le të bën çka don edhe mos me korrigju. Se korrigjimi ose përmirësimi gabimet të fëmijëve është me rëndësi, mas pari se ngulit tek ata, do të thonë sjellje islame, e dyta i largon nga ata disa sjellje dhe kjo ka menajet në domethënë në psikikën e tyre. Mirë, po duhet me gjetë metodën më të mirë, më të butë, më të përshtatshme, qysh aty me u përmirësu disa pe gabimeve, po e përmendi disa pe haditheve, shkurtimisht. Ka qenë një djalosh Umar ibn Abi Salama. Ky person ka qenë pejgamberi alayhis salam ka qenë i martuar me nonën e tij, Ummu Salama. Do të thonë ka qenë i martuar me Abu Salama, pastaj pa pas një djalë me emrin Umar ibn Abi Salama. Thotë një herë kam qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe aty ishte shtruar një me ushqim, edhe filloja, do të thonë me dorën e tina me marr herë aty, herë për para, herë për, do të thonë atje në fund pjatës. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u drejtu tha: "Ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Mimma yalik. Thotë o djalosh, thuj bismillah, ha me dorë djathtë, edhe haja ato që ka ki para vetës. Thotë kur nuk kam hungur me të majtën, edhe gjithmonë kam hungur para vetës. Do të thonë ju ka ngulit. Një vajzë tjetër, një vajzë, Zeynep bint Abi Salama, si duket motra e tij, do të thonë motra e këtij Umar ibn Abi Salama, ja Zeynep, ka qenë një vajzë e vogël. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë konto marr gusull. Kjo ka hi ashtu pa pyet, pa kërku leje, edhe ka dashur me hi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë me mor një
diçka me ujë, një grusht me ujë edhe ma hudhi në fytyrë, edhe tha largohu. E thot, dhe me thonë kjo ka qenë ajo metoda se qysh me kallzu se nuk bën me hi, dhe me thonë pa leje dhe do të me pas kujdes, mos përshikua vërejtjen e tjerëve, mirë po, dhe me thonë e korrigju këtë gabim nga fëmijë, se nuk të bën me thonë njëri se tash, jo valla, fëmijë është, le të bëjnë çka don, le të kënaqet, s'ka problem. Ja ti i ngulit disa çështje të mira, morale të mira, qysh në vezhli, po edhe ju lërgën disa morale të këqija, qysh në vezhli, edhe ai rritet, brumoset, fëmiu me qëta. Ne kaq po përfundojmë, elusëm Allahun Azza wa Jall me na bëj atyre të cilët përfitojnë nga tekstet, përfitojnë nga mësimet edhe i zbatojnë ato në jetën e tyre të përditshme, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.